Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Që nga 4 gushti i vitit 2024, Vangel Tavo është kryetari i Bashkisë së Himarës. Duhet të thënë që edhe pse janë një sër problemesh në bashki, ajo më kryesore është që është kthyer normaliteti. Ne nuk e kemi më lajm të parë kombëtar Bashkinë e Himarës, me problemet që ka dhe me punën që bën Vangel Tavo dhe me stafin e tij sigurisht, ajo është kthyer në një bashki normale si të gjithë bashkitë e tjera. Por ajo që pritet në këto momente është nëse kjo bashki po përgatitet dhe stafi politik i Partisë Socialiste po përgatitet për zgjedhjet e vitit që vjen. Dhe Partia Socialiste i ka ndezur motorët tashmë. Por çfarë po bën bashkia? Çfarë ka bërë në këtë 1 vit e 8 muaj zoti Tavo dhe stafi i tij dhe si po përgatiten për zgjedhjet? Unë kam kënaqësinë që pas shumë kohësh të kem Vangel Tavon, mikun tim të vjetër, në intervistë këtu në Dekalog në Dritare TV. Zoti Tavo, të falenderoj shumë për prezencën këtu në Dekalog. Faleminderit për ftesën, Roland. Unë e thashë në fillim, është kthyer normaliteti. Unë jam i bindur që ti ke 1001 punë probleme atje. Po është bërë bashki normale. Tani, si arrite që në 1 vit e 8 muaj ta normalizosh bashkinë e Himarës? Në fakt, Himara, si gjithë zonat e tjera të Shqipërisë, kam problemet e veta. Kam pasur dhe kam probleme. Nuk është se vajta unë në Himarë dhe i zgjidha gjithë problemet e Himarës. Unë nuk thashë zgjidhë, unë thashë normalizoh. Ç'është e vërteta, unë kam thënë prapë, disa prej çështjeve të Himarës edhe janë amplifikuar për qëllime politike nga individ të veçantë që kanë shfrytzuar një situatë caktuar dhe që problemet të vogla në nisje janë lënë, janë amplifikuar, janë rritur, janë amplifikuar dhe pastaj janë bërë probleme jo vetëm të përmasave të një vendi, si që është vendi ynë, por kanë kaluar dhe kufit e Shqipërisë. Këtu kanë ndikuar, deri diku edhe media duhet ta pranojmë, dhe analistët ndryshëm, cilët ose në kërkim të lajmit, ose ndoshta edhe në mënyrë qëllimshme për t'i shërbyer dikujt, i kanë ngritur më shumë se ç'duhet, i kanë amplifikuar më shumë se ç'duhet këto probleme dhe normalisht Himara për një kohë të gjatë ka qëndruar në qendër të gjithë debatit politik në vendin tonë edhe më gjerë, sikurse e theksova. Unë historikisht gjatë gjithë karrierës time jam përpjekur që problemet i zgjidh që në zanafill, që në fillim dhe nuk i kam lënë asnjëherë që të rriten si probleme dhe të krijohen më pas, të krijojnë këto shqetësime tek banorët dhe vorbulla më vonë. Ky është qëllimi edhe i vajtjes time në Himarë dhe me thënë drejtën e kam thënë që në fillim që Himara nuk do të jetë më pjesë e debateve për interesa të ngushta politike të ndonjë individi apo force politike. Përkundrazi, Himara do të jetë patjetër në qendër të çdo debati, por gjithmonë do të përmendet për mirë. Dhe besoj që ka ndryshuar situata. Himara tashmë i ka të gjitha arsyet për të përmendur gjithmonë për mirë, për të mbajtur edhe si shembull nëse doni në të gjithë bashkitë e tjera të Republikës, si një nga bashkitë e cila i është kthyer qëllimit për cilët një bashki duhet të ekzistojë, shërbimit ndaj qytetarëve të vet. Dhe padyshim, duke qenë se Himara është një nga bashkitë kryesore, do të thosh jam për mos thënë më kryesorja turistike bregdetare në vend, padyshim që edhe gjithë objektivi, gjithë synimi ynë është që të krijojmë gjitha kushtet për një turizëm elitar në Himar, sikurse ndryshimet dhe investimet në infrastrukturë që kanë nisur që në momentin e parë që unë mora detyrën e kryetarit të bashkisë dhe vazhdojmë gjithmonë me qëllimin e vetëm që të mbajmë Himarën sikurse është me të vërtet margaritari i Rivierës shqiptare, ta mbajmë në këtë nivel dhe besoj që vitin që lam pas ja kemi dalë, patjetër kemi sfida përpara, po na vjen një vit, një sezon tjetër tani që ka nisur më herët se çdo vit tjetër, ka nisur që në fillim të prillit, po të pyesësh hotelet që janë hapur në Himar janë pothuajse të mbushura dhe ka shumë kërkesa akoma për hotelet e tjera. Nëse në
vjet 2025 hotelet janë hapur në fillim të majit, si vjet hotelet janë hapur që në fund të marsit. Do të thënë sa është fasha, sa muaj, po themi turizëm, plazh, do të thënë? Vjet mund të them që ishte diku tek 4 muaj e gjysëm, si vjet mendoj që do e kalojmë, mund të shkojmë edhe tek 5 muaj e gjysëm 6. 6 muaj. Plazh. Besoj plazh si vjet, por Himara nuk ka vetëm plazhin. Himara ka 3 njësi administrative, prej cilave 2 janë bregdetare, ndërsa njësia Orë Vranisht është një tjetër perl që ka kjo bashki, me një natyrë të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, ku dhe atje ne kemi investuar si bashki në infrastrukturë, për ta kthyer dhe atë zonë në një zonë atraktive për vizitorë. Ne do flasim më konkretisht, por kam një pyetje të tillë. Zoti Tavo, jo, më thatë, a përgatitet Bashkia e Himarës për zgjedhjet. Duhet të ndaj, dhe e kam ndarë gjithmonë, bashkia nuk merret me zgjedhjet. Partia le të merret, të vazhdojë të merret me zgjedhjet, bashkia merret me njerëzit, me banorët e vet. Jo, kur mbaron punën. Kur kyshin derën, nuk merreni me zgjedhjet? Atëre dera e Bashkisë Himarës hapet në 8 pa çerek dhe hapun, dhe mbyllet në orën 10 darkës, po e mbyllun. Kështu që padyshim mirë, aktivitet politik s'bëni fare. Kur të vi fushata elektorale, padyshim që do merren me zgjedhjet, po ju a them, po e ritheksoj, është partia ajo që merret me zgjedhjet dhe jo bashkia. Bashkia e Himarës nuk është marrë me zgjedhjet, as me zgjedhjet parlamentare që lam pas si bashki, ne kemi funksionuar gjithmonë si bashki në shërbim të komunitetit. Okej, unë do të pyes dhe gjëre gjatë për këto, por kam një pyetje të tillë. Në një vit e 8 muaj, zoti Tavo, i realizuat, i bët ato që kishte synim, vendosë disa piketa. 1, 2, 3, a i ke realizuar ato dhe kush janë këto? Është shumë e rëndësishme për të thënë që kemi tejkaluar disa prej atyre pritshmërive që kishim. Cilat janë këto? Sidomos për sa i përket arritjeve në të ardhura në buxhet, dhe që na jep mundësinë neve të investojmë, t'i kthejmë këto përsëri në të mira për komunitetin, dhe jo vetëm për komunitetin sikurse e thash, Himara si një bashki që shumë fishohen banorët e saj gjatë muajve të verës, ka shumë nevoja. Sa shkon në verë? Në verë në Himar mund të kenë kaluar 220.000 vizitorë. 220.000, do thënë? Ndërkohë gjatë dimrit, Himara ka rreth 11.000 banorë. 11.000 banorë, nësa në verë 220.000. Pjesët e cilëve nga këto 220.000 janë vetë himariotët që kthehen në Himar, janë vetë banorët vëndës. Kanë aktivitetin e tyre, biznesin e tyre turistik. Nga 11.000 në 220.000. 220.000 vjet në 2025, dhe se vjet presim edhe më shumë. Edhe më shumë, pa tjetër. Tani ky është numër i turistëve? Është numër 220.000? Turistësh dhe banorësh, po e ritheksoj, janë dhe vetë banorët që shumica e cilëve vinë gjatë verës sepse kanë aktivitetet e tyre turistike dhe sezonale patjetër, dhe janë dhe banorët që vinë dhe për pushime në vendin e tyre. Ky është numri i turistëve në vitin 2025? 2025 që kanë kaluar në Bashkinë e Himarës. Do 220.000? Dhe po. Si vjet? Si vjet parashikimin dhe synimin? Ka pritshmëri më të larta, sepse sikurse ju thash, ka filluar shumë shpejt nga 2025-a. Ka 300.000 apo 250.000? Atë do ta shikojmë në fund fare. Ideja është që ne të kemi një rritje realisht diku tek 20%. Dhe po bëjmë çdo përpjekje së bashku me, domethënë, ne si bashki patjetër për të krijuar atë që thash, kushte më të mira për gjithë vizitorët që vinë në Himar, sidomos ndërhyrje në infrastrukturë, dhe jo vetëm në infrastrukturën e zonave të banuara, por jemi përpjekur që të aksesojmë edhe ato resurset turistike historike që Himara ka dhe i ka me shumicë, po përpiqemi që edhe infrastrukturën e këtyre objekteve ta rindërtojmë, ta rikonstruktojmë në mënyrë që të krijojmë lehtësira për t'i bërë këto resurse turistike të vizitueshme nga vizitorët, nga turistët. Cilat kanë qenë punë publike që keni realizuar në këto 1 vit e 8 muaj? Kemi investuar në rrugët rurale, është pothuajse mbyllur rruga e Vranishtit, është mbyllur rruga e Tërbaçit, sheshi i Vranishtit, po investohet në Bosh, në disa rrugë paralele me shëtitorin, sepse si vjet, mbas sezonit turistik fillon shëtitorja, investimi i bashkisë
shëtitoria e Borshit, ka rikualifikimin e fshatrave, siç është loti i dytë i Dhërmiut, është rikualifikimi i Pilurit, është i lagjes Stefanel, është kalaja i Marës bashkë me gjithë lagjen, ka rrugë të ndryshme që po t'i përmendim janë në mos gaboj diku tek 99 investime madhore që janë realizuar dhe po realizohen. Janë duke realizuar. Janë shumë investime. Pjesa dërmuese e tyre patjetër janë në rrugë, por edhe në ujësjellsa ne kemi planifikuar për si vjeti të bëjmë ujësjellsin nga Tatzati për gjithë njësinë e Lukovës për 5 fshatra me rrjedhje të lirë, gjë që është një investim që zgjidh përfundimisht çështjen e ujit të pishëm, furnizimit me ujë të pishëm të këtyre fshatrave me rrjedhje të lirë, sikurse e theksova, një kërkesë e komunitetit e kahershme. Do investojmë edhe në impjantet e ujrave të zeza. Është investuar, ka mbaruar me investim jo nga bashkia padyshim, por investimi nga qeveria qendrore për impjantin e ujrave të zeza të Himarës që ka zgjidhur përfundimisht çështjen e ndotjeve të. Kur mbaron ajo? Ka mbaruar. Është që vjet në qershor është në punë. Dhe si ka funksionuar? Është e dukshme kjo? Absolutisht. Jo, keni bërë matje kam fjalën. Janë po bëhen matjet, janë për ditë matjet. Është një impjant super modern, teknologji gjermane, realisht domethënë duket dallohet edhe me sy ndryshimi i madh që ka ndodhur në pjesën e Bregdetit të Himarës. Kështu do të vazhdojmë me Qeparojin, me Borshin dhe me të gjitha. Për ujësjellsat e ke fjalë. Jo, flas për ujrat e zeza. Ujrat e zeza. Padyshim që vazhdohet me ujësjellsin, është ka mbaruar. Se Qeparoi nuk e ka, kam shikën. Të ujrave të zeza. Jo, është planifikuar. Kemi planifikuar tani për të bërë kanalizimin dhe impjantin e ujrave të zeza të Qeparoit. Dhe më vonë të Borshit, mbasi po bëhet pedonalia dhe do kaloj. Po pedonalia sa gjatë është parashikuar? Kjo pedonalia është 5 kilometra. 5 kilometra, duhet të jetë më e gjatë e Borshit dhe ne qëllimi është që ta vazhdojmë pedonalen edhe 5 kilometra të tjerë ta çojmë në Bunec. Plazhin e Bunec. 10 kilometra total, plazhi jashtëzakonshëm. Pra janë shumë investime të cilat realisht nuk do arrit dot t'i përmend sepse edhe mund të harroj ndonjëherë, po të filloj nga kufiri me Sarandën dhe deri në kufi me Vlorën ku shkon geografia e. Do ta përzihem bisedën me disa fotografi, do t'i shfaqem në Let Bull dhe t'i komentojmë. Ju lutem regjia. Është nga pamjet, do të thënë, jo thjesht deti, po edhe relievi të gjitha, se deti e zbukuron, po tani i pyetje kam çështjen e pronave, dorëzimin e legalizimeve e përfunduar dhe në çfarë fazë është? Jo, duhet t'ju them që fillua me procesin e shtëpive të ndërtuara para 90-s. Po. Po thuaj se ka përfunduar, po jo, kur them po thuaj se jo totalisht, për disa arsye. Para janë shumë banorë cilët nuk gjenden, janë në emigracion dhe patjetër duhet të jetë dikush prezent fizikisht për të realizuar këtë fazë, procesin e matjes shtëpive, por janë ndarë në mos gaboj 3200 procese të tilla, domethënë dokumenta për shtëpitë, gjithmonë vendime për shtëpitë e vjetra, po, vendime hipoteke për shtëpitë e vjetra. 3200. 3200. Po, patjetër që ka akoma. Dhe sa mbeten? Realisht mund të jenë edhe diku tek 600-700 të tjera. Flas gjithmonë të para viteve 90. Pastaj bëhet fjalë për pjesën e dytë, fazën e dytë legalizimit të ndërtimeve të mbas viteve 90. Ka një problematik tjetër, përveç faktit që njerëzit du të jenë fizikisht të pranishëm, problematika e regjistrimit fillestar që në Bashkinë e Himarës nuk është përfunduar, nuk ka përfunduar. Për këtë arsye, me mbështetjen e kryeministrit duhet ta them, kemi bërë marrëveshje me ASHK-n që këtë proces ta realizojë Bashkia e Himarës dhe jemi në proces tashmë të prokurimit të këtij procesi, pra që pse Bashkia e Himarës dhe jo qendra? Sepse qendra ka aq shumë ngarkesë
nuk është vetëm Himara, është e gjithë Shqipëria. Çështje Duke kohe. qenë se ne çështje kohe. Edhe e njihni më Duke qenë mirë. se ne edhe e njohim, por duke qenë se ne i kemi të gjitha mundësitë financiare si bashki për ta realizuar, kemi marrë dakordsinë të qeverisë dhe të drejtorisë përgjithshme të ASHK-s, kemi firmosur marrëveshjen, pra jemi në proces, besoj muajin tjetër mbyllet edhe procesi i prokurimit dhe fillon nga puna. Tani Pra, është dhe kjo pengesë për vazhdimin e legalizimeve. Tani- Nga ana tjetër janë dhe zona të cilat janë të menaxhuara dhe që nuk kanë pengesë dhe që duhet patjetër Cilat janë ASHK-ja këto? të eci më shpejt Ku? për në gjithë bashkinë e Himarës. Në gjithë territorin. Patjetër në gjithë territorin po flasim. Tani një pyetje kam, zoti Tavo, ka pasur pretendime, konflikte, gjyqe për prona të ndryshme. Dhe aty sigurisht baza është mungesa e legalizimit. Tani si po ecën, domethënë, sepse unë kuptoj vetëm këtë gjë si gazetar, po them që është ulur niveli atyre që po themi kishin si problem parësor legalizimin dhe konfliktet. Tani, e kemi më këtë si problem parësor? Padyshim që problemi i legalizimeve do të qëndrojë, do të ekzistojë si problem deri në zgjidhjen përfundimtare. E para, sikur se ju thash, duhet të eci më shpejt ASHK-ja me dhënien e titujve të pronësisë. E dyta që ndoshta është më e rëndësishme se e para janë konfliktet që kemi me njëri tjetrin. Po, e thash. Vllai me vllain, kushëriri me kushëririn. Po, se këto e pengojnë. Konfliktet cilat kanë lindur që me fillimin e ndarjes pra të ligjit 7501 dhe më pas disa e kanë pranuar këtë ligj, disa nuk e kanë pranuar, diku vllai ja ka marrë vllait, historira domethënë të cilat nuk mund t'i zgjidhë as ASHK-ja. Këto janë çështje që bashkia jo, janë çështje që i zgjidh gjykata. Ose do të u kanë bërë të qartë gjithëve, ose do të zgjidhin marrëveshje me njëri tjetrin, ose do të zgjidh gjykata. S'është çështje që e zgjidhim ne domethënë. Pra, nuk do të përfundojë ndonjëherë procesi i legalizimit të pronave në Himar nëse nuk zgjidhen këto konflikte, ose sikur se e thash me marrëveshje, ose me procese gjyqësore. Tani një problem kryesor që ka Shqipëria është largimi i popullsisë. Ju dha dy shifra që 220.000 vinë, pra janë turista, dhe nga këta janë një pjesë e banorëve, dhe 11.000 në një ditë normale, qoftë edhe ndimër. Tani unë duhet bëj një pyetje, sa himariot janë kthyer? Ç'është e vërteta, unë kam ndoshta jo statistikat sakta, por kam takuar gjatë kësaj periudhe që jam në Himar, njerëz cilët janë kthyer rishtas në Himar dhe kanë filluar një aktivitet të tyre tregtar në fushën e turizmit, shumica, po jo vetëm. Kam takuar disa të rinj dhe sinqerisht ndihem shumë mirë që shikoj që njerëzit kanë filluar tashmë ta kenë vëmendjen tek vendi i tyre, po kthehen, po zhvillojnë një aktivitet, një biznes në vendin e tyre dhe po e kuptojnë se Shqipëria, Himara sidomos, i ka të gjitha mundësitë që njerëzit himariotët të kthehen për të patur një aktivitet në vendin e tyre dhe jo për të qenë sikurse një pjesë dërmuese e tyre janë punëtor në një vend tjetër. Foto tjetër? Zoti Tavo, është në kryetari i bashkisë, por në mungesë, nuk më ka ardhur. Sepse ti i the që je... Unë vazhdoj t'i them, dhe kam vendin bosh, po e ruaj, po e mbaj. Pse se ke zënë? Jo. Po mirë, s'ke asnjë përgjigje? Ti më njeh, unë po dhash një premtim. Ja, absolutisht. Po s'ke asnjë përgjigje? Nuk kam marrë përgjigje ç'është e vërteta. E kam pritur dhe po e pres. Do zoti na sjellë në një përvojë amerikane në menaxhimin e bashkisë. Për gjithë ata që na ndjekin, zoti Tavo fitoi me zgjedhjet, por kundërshtarin politik, pra Garusin, Petraj Gjikuria, tha do jetë në kryetari im. Dhe ai nuk e ka marrë detyrën, por ky e ka lënë vendin bosh. Ka shumë e bukur, shumë e bukur. Tani një pyetje. Ore, pse të votuan ty? Çfarë? Si mendon ti? Atëre, himariotët janë një popull i zgjuar, të zgjuar janë gjithë shqiptarë, po më besoni, janë një popull me veçori shumë të spikatura. Dhe janë shumë të zgjuar. Po hajë na e thonjë se mund të ndjehemi të ofenduar ne që simi nga Himara. Po them që nuk është njeri i interesuar që të mbajë gjallë konfliktin në Himar. Është një pjesë e vogël. Pjesa dërmuese e himariotëve nuk e duan konfliktin. E shikojnë vetë, nuk është në interes të askujt konflikt. Po çfarë bëre ti që e hoqe këtë konflikt? Se e thash në fillim, ç'a bëre? Thash, e para njerë për mua nuk ka të majtë të djathtë. S'ka pas ndonjëherë, besoj këtë e di. Për mua komuniteti është i gjithë
komuniteti i Bashkisë Himarës, unë jam kryetari i tyre, më votuan zgjedhje, pak rëndësi ka. Dera e Bashkisë Himarës është e hapur për të gjithë dhe këtë mund të vini në Himarë të pyesni që nga më ekstremisti që ka qenë para zgjedhjeve dhe deri tek njerëzit e thjesht që vinë, takojnë kryetarin e bashkisë, trajtojnë çështjen, problemet e tyre. Atje problemi që zgjidhet nga bashkia patjetër që u zgjidhim, ato që nuk zgjidhen, u japim një drejtim, një këshill se si mund të zgjidhin problemet që kanë. Pra, njerëzit flas për pjesën ndërmuese, po ja them sinqerisht, është një nukull e vogël që nuk ka për të ndryshuar ndonjëherë ose mund ndryshojë më shumë vitesh, mund ta kuptoj, por pjesa ndërmuese e Himarës dhe e Himariotëve, pra, duan qetësi, duan zhvillimin dhe këtë e donin dhe më përpara, por ndoshta nuk kishin teren për ta shprehur. E gjetën terenin në zgjedhje, votuan me 1477 vota diferencë. Kështu që tani, zoti Tavo, kam një pyetje. Ti hodhe poshtë një mentalitet, se ndonjëherë të thyesh një mentalitet është më vështirë se të thyesh edhe ato atomin, se kemi bërë në fizik në shkollë të mesme, në gjimnaz. Ti e hodhe poshtë një mentalitet që ky nuk është Himara, ky Donbas. Ky ishte gjëja më e rëndë ose gjëja më, po themi që kur e dëgjoj kështu thoshe prit se kanë çik të drejtë. Ti si je nga Himara, ti Donbasesh. Këtë dëgjoja unë si gazetar. Tani, si e ktheve këtë ti? Ti si është Himara dhe të votojnë 5022 vota, 1000 ca vota më shumë? 1400 vota. Do 1500 vota, më fal tani. Atëre, Himariotët, sikur se thash, e kanë kujtesën, dhe kujtesa nuk duhet të jetë shumë e gjatë, sepse 35 vite ka nga 90 nga ndryshimi i sistemit, dhe tani e shprehin qartë, nëse para zgjedhjeve nuk shpreheshin, por e shprehon me votë, tani e shprehin qartë dhe thonë që ne Himariot kemi pasur. S'na kanë bërë gjë. Erdhi ky nga Gjirokastra dhe po na zgjidh problemet. Kështu thonë, ë? Po patjetër. Pra, pak rëndësi ka se është apo s'është kryetari i bashkisë Himariot. Duhet të menojë. Ose Gjirokastrit në Gjirokastër, për shembull. Rëndësi ka që personi i cili votohet nga komuniteti të cilin do e drejtoj, të jetë i përgjegjshëm dhe t'u kthej këtë besim gjithmonë në shërbim. Dhe ata e kanë parë që ne po e bëjmë më së miri, gjithë stafi i bashkisë po e bën më së miri këtë punë. Edhe nëse kryetari i bashkisë nuk do ishte me origjinë greke? Dëgjoni, mendoj që një pjesë e atyre njerëzve që janë me origjinë greke, ndoshta nuk do ta kishin problem as këtë. Padyshim, duke qenë se historia edhe e vjetër, po edhe sidomos e këtyre viteve, ndoshta e kërkonte kryetarin e bashkisë që të ketë origjinën greke dhe Himara me gjithë historikun dhe problematikën, flas edhe shumë shekullore, por dhe sidomos të këtyre viteve të fundit, e kërkonte një zgjidhje të tillë dhe do të ishte më optimale për politikën shqiptare që të jepte një zgjidhje të tillë. Sikurse e ke parasysh edhe Petro Gjikuria me origjinë greke, edhe unë me origjinë greke, pra nuk ishte ndonjë ndryshim në këtë pikë, domethënë, për sa i përket çështjes së nacionalitetit. Tani, më trego pak lutem historinë tënde. Ti je nga Jergucati, nga Gjirokastra. Si është historia e familjes tënde? Nga jeni, nga keni ardhur, ku keni jetuar? Jo, nuk mund të pranoj faktin që thuhet që ndropullitët janë të ardhur dhe janë të ardhur vonë në vitet, domethënë shekullin e 19, kanë ardhur si argate, ku duan historira të cilat se nuk është ai versioni që të Alipashte Pelenës? Po nuk mund të jetë. Po si është Alipashte Pelena me Dropullin, s'ka asnjë lidhje. Pjesa e Alipashte Pelenës ka qenë dhe Dropulli. Pra Dropulli ekzistonte në kohën e Alipashte Pelenës. Mos harrojmë që kanë qenë minoritarët që shpëtuan në Alipashte Pelenës, Sopiku i Gjirokastës është pjesë e Dropullit, që shpëtoi Alipashte Pelenën nga turqit. Pra, çfarë lidhje ka kjo? Nuk i solli Alipashte Pelena Dropullit në Dropull. S'ka asnjë lidhje. Dhe unë mund t'ju them vetëm kaq që patëm rastin ta themi në fillim para emisionit. Unë gjatë punimeve që bëra rekonstruksionit të shtëpisë time, gjeta një pllak që ajo shtëpi ishte ndërtuar në 1808 si shtëpi dhe mbante emrin e
gjyshit të gjyshit tim, stër gjyshit tim. Dhe mos harrojmë që shtëpia Ja, më fal pak, do të thënë ti rikonstruktove shtëpinë dhe gjete një plak. Po e kam plakën, po. Që ke edhe emri aty. Si quhet gjyshi? Grigor Tava. Po. Dhe 1808. 1808. Që do të thotë që ata kanë ardhur përpara se shtëpia ndërtohet. Prit, jo vetëm që erdhën më përpara, po kam shtëpinë sipër shtëpisë time, që është e prindër stër gjyshit tim, e kanë shtëpinë akosh akoma shtëpia atje. Jo, si janë ata grek aty? Pra, kush mund ta thotë lëvizjet që kanë ndodhur, lëvizjet e popullatave, popullsisë, që kanë ndodhur në shumë shekuj më përpara, e spjegojnë ndoshta dhe lëvizjen e popullsisë së Dropullit, sikurse edhe popullsive të tjera. Ju përjashtoni faktin që ishin argat, po nuk përjashtoni lëvizjen e popullsisë. Kjo është ideja. Lëvizja e popullsisë nuk flas vetëm, pra nuk është se erdhi Dropulli në Dropull. Dropullit mund të kenë qenë në Dropull. S'është kjo ideja e krijimit të asaj krahine. Pra, çështja e argatëve, nëse do të flasim për argatë, nuk është ashtu. Bejlerëve, ku shumë vonë se kjo datë që po flasim, apo jo. Pra, nuk mund ta pranoj. Ti pas ke gjetë provë të fortë. Po pikërisht, pra nuk mund ta pranoj këtë teori që përpiqen ta, do me thënë, deri diku, dhe nuk vjen, pothuajse nuk vjen nga historian, flas historianët, kjo teori, po vjen nga ndonjë, ke parasysh unë kam qenë gjithmonë larg ekstremeve, dhe më pëlqen të jem larg ekstremeve. Pak rëndësi ka, dhe kjo është i merite juaja që nuk e marr me pak rëndësi ka se nga ka ardhur familja ime. E rëndësishme është që familja ime është në Dropull, është dropullite, është me origjinë greke, ç'rëndësi ka. Tani, si ndihesh, do të bëjmë pyetje drejtë, si ndihesh, si grek apo si shqiptar? Patjetër që jam grek, se s'mund ta mohoj origjinën time, se të mohosh origjinën tënde, domethënë është për mua është mungesë e theksuar e karakterit njeriut, por padyshim që ndihem po aq dhe shqiptar, sepse kam lindur këtu, kam studiuar këtu, kam gjithë miq, gjithë shokët, gjithë jetën këtu, nuk kam asnjë lloj dallimi nga shokët e miqtë e mi dhe vëllezërit e mi. Pra, më shumë miq ke shqiptar apo grek? Jam grek, shtetas shqiptar me origjinë greke, çfarë s'ka asnjë lidhje. Do ti je shtetas shqiptar me komsi greke. Tani atje në zyrën tënde flet, çfarë gjuhë flet? Simbas rastit. Kur më vjen anglezi flas anglisht, kur më vjen se ti ke mbaruar ti diplomë për anglisht. Kur më vjen minoritari flas greqisht, kur më vjen tjetri që flet flas shqipi, flas çdo lloj gjuhë flas. Atëre kur nxesh, ç'a të vjen kështu? Si të vjen? Kam përballë. Jo, kur je vetëm se kur nxesh në greqisht apo shqip? I kam të dyja gjuhët një lloj. Sinqerisht i kam të dyja gjuhët një lloj. Nuk kam asnjë dallim. Nuk besoj se më dallon edhe kur flas, domethënë nuk besoj se jo s'ke fare aksent. Aksenti nuk i kam një lloj. Mirë, kjo është edhe për shkak të kulturës tuaj. Okej. Është edhe për shkak të formimit tuaj gjeneral. Formimi, jeta ku e kam ndërtuar, kam qenë, domethënë e kam mësuar shqipen shumë shpejt në krahasim me shokët e mi. Pse? Po se në Dropull nuk flitej. Po pra, i flitej greqisht. Kur e mësuar shqipen? Unë e kam mësuar shpejt sepse kam pas mundësinë ta mësoj, se motrat e mia ishin në Kuçov, shkoja shpesh atje, ja gjatë, mësova shqipen shpejt. Pastaj se në shkollën në Dropull e kishit në greqisht. Arsimimi pastaj dhe gjitha këto kuptohet. Ju diplomuat për anglisht. Nga 87 unë jam mjeksi. Më fal për mjeksi. Mjeksi. Dhe nga 87? 87 jam banor i Tiranës. Kështu që mirë, ti je Tiranës pastaj. E kuptoj. Foto tjetër. Bashkia. Tani, një pyetje kam unë. Kjo Godinë është shumë e mirë, e rikonstruktuar. Po shumë e ngjeshur aty kur kaloj aty, je dakord me mua? Unë jam plotësisht dakord. Ka nevojë për një frymarrje ka ju. Atëherë ne po ndërtojmë Godinën e re të Bashkisë. Po ndërtoni Godinën. Po. Ka filluar ndërtimi i Godinës së re të Bashkisë me fondin e qeverisë shqiptare. Pra qeveria qendrore po ndërton në stadium, duke bërë edhe një parkim nën tokësor. Po. Sa katë nën tokë? Për një katë nën tokë, diku tek 270 vende parkimi. Dhe ndërtohet Godina e re dhe këtë Godinë do ta bëjmë një qendër multifunksionare, do me thonë që do ketë brenda një pjesë e saj do të jetë edhe muze, se ka qenë dikur muze. Po, dikur ka qenë muze. Muzeu i qytetit, i Bashkisë. Nuk e kam gjetur, po, e Bashkisë.
Nuk e kam gjetur muze, unë e kam gjetur kështu siç është, por më kanë informuar që një pjesë e saj ka qenë muze dhe qëllimi im është që ta rikthejmë funksionin siç e ka pasur. Siç e ka pasur. Po. Po mirë, dhe i lajmë mirë se unë sa herë kaloj aty dhe mundësisht i ndryshojmë dhe pak ngjyrat. Nuk i përshtaten këto ngjyra Himarës. Besoj. E zezë. Po tani. Po pse zezë? Bashki bregdetare nuk shkon kjo ngjyrë, shkon më tepër ngjyrat pastel. Kështu që do ta ndryshojmë dhe ngjyrën. Po mirë, këtu po e hiq foton unë tani. Hiq foto. Foto tjetër. Se unë do filloja me ato kritika. Tani, kjo është një lloj materiali informues dhe më bëri shumë përshtypje dhe prandaj e vendosa këtu. Këshilli Bashkiak, 21 antar, 12 burra, 9 gra, 6 forca politike, kryetari Dimitër Kapaj, Mito Nika etj. Më bëri shumë përshtypje kjo. Si funksionon Këshilli Bashkiak tani me gjithë ato turbulenca që ka kaluar kjo bashki tani në mbledhje Këshilli Bashkiak? Ka probleme që Po patjetër, ka debate, në përgjithësi janë debate konstruktive, ka në një moment që këshilltarët mund edhe të dalin të mbajnë paksa anën e politikës më shumë se interesat e komunitetit, por gjithsesi në përgjithësi e kemi gjetur gjuhën. Mund t'ju them që kanë bashkuar votat opozita me buxheti, një shembull po ju marr që është paksa vështirë të ndodhi në buxhet sepse gjithmonë vendimarrja është politike gjatë miratimit të buxhetit. Buxheti i vitit 2025 është miratuar me 21 vota. Do dhe opozita ka bashku votat me 100%. Dhe ndodh shpesh që kur bëhet fjalë për çështje në interes të komunitetit, ndodh shpesh, po, votojnë. Do dhe gjithë vëllëm, po pse i dhanë votat? Si e shpjegova ti? I bëre ti, ata, apo? Jo, nuk është çështja i bëra unë, por i kam bërë interesat e komunitetit në përgjithësi, sepse buxheti është gjithmonë vjen gjithmonë në funksion të shërbimeve ndaj komunitetit, ndaj interesave të komunitetit, kështu që vetë ata janë të interesuar për ta bërë këtë gjë, sepse e kuptojnë që nuk mund votosh kundër një investimi i cili nuk bëhet për të majtët që më kanë votuar mua, por bëhet për gjithë komunitetin. Patjetër që ka pas raste që edhe kam votuar dhe kundër, dhe unë ua kam thënë që kam bërë gabim që kam votuar kundër, sepse asnjëherë nuk kam pas qëllim gjatë investimeve që kemi planifikuar si bashki dhe që i kam miratuar Këshilli i Bashkisë, asnjëherë nuk kemi pas qëllim që të mbajmë anën e forcave politike që na mbështesin. Përkundrazi, gjithmonë kemi parë interesin e zonës, të komunitetit dhe të funksionit që ka vetë Himara, pra të turizmit. Foto tjetër? Fredi Beleri. Eurodeputet. Ke ko pa u takuar apo si? E kam takuar ditën e premte në kishën e Himarës gjatë epitafit. Kështu që u takuam në kishë. Vjen shpesh në Himar? Vjen. Të takon? Vjen. Në zyrë, jo, po jemi takuar asnjë. Jo, në zyrë, jo, nuk kemi takuar në zyrë. Tani, ky ishte armiku politik juaj. Po, si i ke marrë? Nuk e kam pas ndonjëherë ball për ball në zgjedhje Fredin Belerin, patjetër që ai ka mbështetur kandidatin e forcës së tij politike, po që s'kam pas ndonjëherë probleme gjatë kësaj periudhe, përkundrazi jemi mirë kuptuar, qoftë edhe në distancë, për shumë çështje. Kjo më ka bërë përshtypje dhe prandaj vendosa foton e tij që ai që quhej armiku politik më i madh i Partisë Socialiste dhe juaj në kuptimin politik, jo personal, ai dhe jo vetëm ai, nuk ka asnjë akuzë kundër jush në këto 1 vit e 8 muaj. Po politikisht edhe mund të më akuzoj, por duhet gjesh një shkak, një arsye që të gjej dhe mbështetje akuza, apo jo. Pra në momentin që nuk ka një arsye, s'ka çfarë të akuzoj, sepse jo vetëm nga Beleri, por edhe nga të tjerët që janë pjesë e forcës tij politike, unë nuk kam parë ndonjë akuzë qëndësishme në këtë periudhë që unë drejtoj Bashkinë e Himarës. Kështu që duhet gjesh një shkak, pra që një akuzë kur e bën, sidomos një akuzë politike për kundërshtarin tënd politik, duhet të ketë një bazë dhe duhet të ketë mbështetje qoftë nga mbështetësit e tu, por të gjej mbështetje mundësisht edhe më gjerë se mbështetësit e tu. Tani një pyetje kam, ndërhyrjet e politikës greke
edhe mbështetjet që i bënin Fredi Belerit kanë qenë publike, nuk është nuk është një gjë e panjohur. Ju si shikoni këto, sepse ne në Imar kemi parë që kanë ardhur ditën e zgjedhjeve, kanë ardhur deputet nga Greqia. Po kanë ardhur, kanë ndjekur procesin zgjedhor, nuk është se kanë marrë pjesë në votim. Dhe as kanë marrë pjesë. Çfarë do të votonin ato? Po jo s'më kuptuat, kanë ardhur. Po normalisht kanë ardhur, s'ka asgjë të keq. Unë s'e kam parë ndonjë. Jo, unë edhe kur isha në Dropull, nuk më shqetëson as mua. Djoni pak. Edhe kur isha në Dropull, unë jam i vjetër, jam që 96 në politikë. Vinin pjesë e politikës greke vinin në zgjedhje gjatë procesit zgjedhor për të monitoruar, por asnjëherë nuk ndikonin, domethënë në një farë mënyre mund të kenë ndodhur në Imar. Në rregull, edhe Ndropull flas në vitet e para kur unë kam qenë kandidat në 96, 97, 2001, por më pas e kanë kuptuar që pak rëndësi ka se kujt i përket deputeti që zgjidhej, është i PS-s apo i PD-s, rëndësi ka që ai është Dropullit me që unë isha dhe besoj që janë shkruar, kanë kuptuar dhe politika greke. Absolutisht, zoti Tavo ke shumë drejt. Kuptohet që dhe në Greqi ka forcat ndryshme politike, ka të majtat e djatha, ka pas rastin që të majtët moralisht më mbështesnin mua se unë isha i majtë, të djathët mbështesnin palën tjetër se ishte pjesës djathës. Pra, mendoj që nuk përbën ndonjë problem. Me këtë që thatë ju tregoni jo një lloj, po tregoni modernitet në bërjen e politikës, dhe jam shumë dakord te kjo. Ajo që mua më ka shqetësuar, po besoj edhe një pjesë e opinionit publik, është që po dakord vinë deputetët e Greqisë, vinë këtu dhe monitorojnë. Okej, sepse jemi Komisi Greke, ju, Beleri, tjetri, nuk ka fare problem. Dhe Shqipëria e ka lejuar këtë. Po si nuk lejon Greqia deputetët shqiptar të shkojnë larg qoftë në një Ergucat, në një fshat, në një qytet tjetër dhe të jenë dhe ata të bëjnë të njëjtë gjë siç bëjnë deputetët. Unë kam bërë në Greqi. Deputet shqiptar kam qenë, në parlamentin shqiptar kam qenë në Greqi, kam bërë fushat. Ku? Patjetër kam bërë fushat. Në Greqi. Kur? Shumë vite. Kam qenë në shumë fushata. Ke qenë në qendra votimi? Kam qenë dhe ditën e votimit. Unë për arsye të origjinës time edhe votoj atje. Por ju votoni në Greqi? Po patjetër, kam dy në shtetësi. Se ky dy në shtetësi. Por unë kam qenë në fushat. Kam marrë pjesë në fushat. Kam bërë fushat, gjithmonë fushatat nuk i kam bërë politike. Jemi sinqert. Ke në shtetësi në Grek. Jemi sinqert, fushatat nuk i kam bërë në kuptimin, nuk kam mbështetur një palë politike, pra një forcë politike, kam mbështetur më tepër kandidatë të ndryshëm për arsye të lidhjeve miqësore që kam pasur. Jo, po dakord, po ju keni në shtetësinë greke, po mos kishit në shtetësinë greke. Edhe kurse kam pasur në shtetësinë, se unë vonë e mora në shtetësinë greke, edhe kurse kam pasur në shtetësinë, kam qenë pjesë e fushatave, të jemi sinqert. Sepse atje ka një komunitet shumë të madh shqiptarësh, shtetazi shqiptar që votojnë në Greqi, kështu që tani, unë vendosa këtë foto, sepse ju keni qenë bashkëpunëtor i ngushtë dhe mik me Fatos Nana, me Ilir Metën, me ministrin i qeverinë e Berishës, dhe sigurisht tani me Edi Ramën. Dhe unë për secilin nga këta do doja nga ju, do thënë atë vlerësimin tuaj dhe një fjali. Ju keni punuar me zotin Nano, një politikan që ka bërë emër në këto 36 vjet. Si e kujtoni, si e vlerësoni? Është domethënë e vështirë ta përshkruash Fatos Nanon me një fjalë ose me pak fjalë. Fatos Nano ishte politikani më liberal që mund të ketë pasur ky vend. Po e kam pas mik dhe e kam për nder, domethënë që e kam pasur mik, lider historik i Partisë Socialiste që ka lënë gjurmë në shumë të thella në modernizimin. Tu s'jam dakord me historik, se historik është bërë Edi Rama tani, ishte diku. Nejse, është personi që ka transformuar Partinë Socialiste. Kjo po. Të jemi realist. Se 14 vjet ishe kryetare. Ai sa ishte, ai ka lënë gjurmë. Kanë transformuar realisht Partinë Socialiste, e ka kthyer në një parti social-demokrate moderne. Nga një parti që vinte nga një sistem tjetër. Unë e pranoj, pavarësisht se disa nuk e pranojnë, thonë jo, po si jemi ne ish partia, po duhet ta pranoj, apo jo. Kjo është historia. Duhet ta pranosh që Partia Socialiste është pasardhës e Partisë së Punës? Po patjetër, një pjesë dërmuese e Partisë së Punës, patjetër që një pjesë tjetër e Partisë së Punës, ata që ishin gjithmonë servilat dhe spionat kanë kaluar me forca tjera politike, po pjesa e pastër e Partisë së Punës, pjesa e pastër e Partisë së Punës ka ardhur në Partinë Socialiste. Cila parti ishte më mirë, ajo që drejtoi Fatos Nano apo që drejton Edi Rama? Joni, mos harrojmë që janë periudha konkrete ndryshme.
mundësitë ku ka drejtuar Fatosnano kanë qenë për arsye të periudhës të kohës kanë qenë shumë më të vogla. Edi Rama mbas 8 vitesh në opozit që ka drejtuar Partinë Socialiste u bë kryeministër dhe pra e ktheu Partinë Socialiste në forcë, përsëri në forcë fituese, qeverisëse, dhe që e mban është mandati i 4 që po drejton qeverinë e Partisë Socialiste. Kështu që sukseset e Edi Ramës nuk mund t'i krahasosh me sukseset, flas gjithmonë sukseset politike dhe të Fadostanos. Patjetër, sepse keni një histori për treguar me Fadostanon? Kam shumë. Po një të shkurtër, prandaj të vendosa fotojnë që ti ke qenë nga miqtë më të afërt të tij. Shumë historira, por nga që me Fatosin kemi qenë shumë miq dhe ka ndonjë shprehje kështu që ndoshta është e papërshtatshme, por e bëjmë me pipneve aty. Kështu që kam vërtet shumë histori, kemi qenë shumë miq. Ishim në një pallat, panonim bashkë. Pavarësisht se quhet Pallati Nanos, kam qenë unë banori i parë i pallatit, pastaj erdhi Fatosi. Kështu që s'ka lidhje. E bukur kjo. S'ka lidhje. Foto tjetër. Po. Pastaj ju kaluat me zotin Meta, me LSI-n. Po. Pastaj kalova me LSI-n në 2010-ën, pas një konflikti që për mua, kur e kujtoj sot, them për arsye edhe të moshës time edhe të papjekurisë, aq sa duhet politike, nuk duhet të ndodhte. Se bën vetëm fajtor në raport me Edi Ramën, që ike nga PS? Jo, një pjesë patjetër e fajit është e inja. Pse, çfarë bën? Nuk duhet të ndodhte, sepse e di përse jam larguar. E dini përse jam larguar nga PS-ja, për arsye të një çështje lokale, po një deputet kur zgjidhet nuk është thjesht pjesë, është pjesë e gjithë politikës, nuk është pjesë lokalist. Dhe unë për arsye të një zgjedhje të një kryetarit Partisë Socialiste të Gjirokastrës, jam larguar nga Partia Socialiste. Ishte pafalshme. Sot që po e kujtoj sinqerisht, po ju them, për mua ishte gabim. Dhe ju mërzit me Edi Ramën? U mërzita sepse nuk u pajtuam, s'ka lidhje fare, vite më parë, në 2010. Pra, nuk u pajtuan mendimet tona, qëndrimet tona në lidhje me një kandidat. Jo, falje nuk kam kërkuar. Po ndjesh kështu, kur kujtoj, kur reflektoj, do me thënë, për atë që ndodhi atëre, them sinqerisht që nuk duhet ndodhte. Tani, miku juaj Ilir Meta, kur e pe atë videon që e arrestimit të tij, si u ndjeve? Absolutisht nuk jam ndjer fare mirë. Po ç'ishte ajo? Kuptohet që nuk jam ndjer mirë. Është një ish president dhe në çdo vend dhe kryeminist dhe ish kryeminist në çdo vend të botës, patjetër është tjetër gjë, çështja e drejtësisë është çështja e drejtësisë, se zgjidh drejtësia problemin, por mënyra se si ndodhi nuk pajtohem patjetër. I ke çuar një mesazh në Burga, ke shkuar në Burga? Jo, unë nuk e di nëse e ka telefonin, nuk kam vajtur në Burg dhe nuk e kam çuar mesazh, nuk e di nëse e ka telefonin në Burg. Lejohet telefonin në Burg? Jo, telefoni nuk lejohet në Burg, po ka mënyra, të themi nuk jam kontaktuar, nuk kam kontaktuar. Jo. Keni histori me zotin Meta për ta... Kam historia me të gjithë kryeministrat. Po prandaj ta kam vendosur me të gjithë kryeministrat kam. Me çdo kryeministër kam nga një histori. Po Meta bëri mirë apo gabim që iku nga PS-ja në 2004? Nuk bëri gabim, bëri gaf. Absolutisht. Bëri gaf, ha? Absolutisht. Që nge pjekur shumë, që nge pjekur politikisht shumë. Absolutisht. Po të qëndronte ç'do ndodhte? Do të vazhdonte LSI-ja të ishte siç ishte kingmaker. E ti thuaj që iku nga koalicion. Po patjetër. Që iku 2004 në thatë. 2004 thosh. Përsëri po e them që bëri gabim. Po patjetër bëri gabim. Sikur se bëra edhe unë gabim që ika. Duhet të ishit bashkë. E di si është puna, shpreha, fjala e urtë e popullit që kur largohesh nga kopeja, kur largohet qenjë nga kopeja e ha ujku. Ilir Meta nga rënë ujku? Kjo shprehje është shprehje popullore, por që ndoshta nuk i përshtatet momentit që po flasim, nuk i përshtatet tamam, por realisht është gabim largimi nga familja jote për arsye të mos përputhjes së mendimeve, është i gabuar. Është i gabuar. Foto tjetër. Tani këtu ke qenë me Berishën. Po me Berishën?
Je mbledhje qeverie. Jam mbledhje qeverie, po. Se ju ndër një vit mos gaboj, ministër i shëndetësisë. Një vit ministër i shëndetësisë, po. Në vend të zotit Vasil. Kam pas marrëdhënie shumë korrekte. Institucionale, shumë korrekte. Ne gazetarët, kujdes me këtë se korrekte institucionale. Institucionale. Mund t'ju them që ka qenë shumë korrekt. Do me thënë çdo qëndrim, edhe kur bëj fjalë për çështje të cilat kishim mos marrëveshje, kur uleshim, gjeja gjithmonë me kuptimin e tij. Duhet ju them dhe diçka tjetër që rrallë ndodh. Unë kam votuar 2 herë kundër buxhetit kur kam qenë ministër. Që s'mund të ndodhi, apo jo? Do të kur ke qenë ministër ke votuar. Po, në qeveri, në këtë qeveri unë kam. Po çfarë bëri nuk të shkarkoi Berisha? Nuk më shkarkoj, jo. Sepse ishte kohë e shkurtër dhe ikëm vetëm brava. Por gjithsesi kam votuar kundër. Se mbaroi mandat. Kam votuar kundër sepse kam kërkuar që të investoj më shumë në shëndetësi dhe të investoj sidomos për një spital në Bulqiz, ku periudha keni për shkak të minierës dhe për shkak të fatkeqësive që ndodhin në minierë, kam kërkuar që është ndërtuar ky spital sot? Jo, nuk është ndërtuar. Kam kërkuar që të ndërtoj atëherë një spital me një buxhet që do kalonte, nuk u miratua kërkesa ime. Dhe thash unë jam kundër, mbasi votuan të gjithë projë, thash unë jam kundër dhe ju drejtova sekretarisë, thash ju lutem bani shënim votën time. Thjesht për pra nuk ndodh ndonjëherë që ministri të votojë kundër qeverisë, por unë e kam bërë 2 herë. Kam bërë edhe në rishikimin e buxhetit, edhe në buxhetin vjetor dhe në rishikimin e buxhetit. Foto tjetër? Se ky ishte marrëdhënia me Berishën, po kur të sulmon Berisha kështu politikisht tani si ndjesh? Se këtu jemi Edi Rama. Se jam si i mërzitur këtu. E di tani, me ata të tjerë ke qeshur zoti Tavo, me këtu me Ramën krah. Normalisht do të jem më i qeshur. Më i qeshur, por duket që më i mendueshëm jam, siç duket përgjegjësia që po prisja të merrja në supe ishte shumë e madhe. Dhe prandaj jam kështu i mendueshëm. Të tha Rama do bësh kryetar bashkie i këtu besoj në çfarë momenti është këtu? Po nuk ka rëndësi. Moment është besoj. Jo, nuk ka rëndësi, po. Të tha Rama apo e kërkove ti? Jo, unë nuk e kam kërkuar. Ishte situata e tillë që u krijua në Imar që duhej një zgjidhje dhe padyshim kryeministri ishte ai që më thiri për të pranuar. Kishim diskutime disa ditore, por që në fund fare pranuam. Për të... Si punon me Edi Ramën? Do me thënë, pavarësisht, nuk e di, legjendave që flitet për Edi Ramën, duhet ju them që është super bashkëpunëtor. Sinqerisht po ju them. Unë ju e dini që unë nuk jam servil nga asnjë kryeminist. Asnjëherë s'kam qenë. Unë këtë jam i bindur. Por është super bashkëpunëtor. Kur deri më sot nuk më ka ndërhyrë për asnjë çështje. Asnjë çështje. Kur deri më sot, 18 muaj, kur deri më sot, po e them kështu. Po më habit se gjithmonë ky i bën tëra, sepse opozita kështu. E di çfarë flitej në Himar kur vajta unë. Rama na ka vjedhur pronat, Berisha na ka vjedhur pronat, kryeministrat. I kishin për kryeministrat. Tash e dalën 18 muaj. S'do më thoshte një herë ky burr Vangel dëgjoj. 18 muaj asnjëherë, asnjë moment nuk më ka marrë të më thotë dëgjoj, të ndikoj për diçka kur. Më besoni kur, jam gati dhe të betojnë publikisht, kur, dhe për çdo gjë që i kam kërkuar, për Imarën, nuk më ka thënë asnjëherë jo. Gjithmonë ka thënë po dhe e ka zgjidhur, jo po. Po kështu pa kënaqur me punët e tua, ka qenë ndonjëherë? Padyshim, unë jam vetë i pa kënaqur ndonjëherë me punët e mia. Të ka thirrur këtu të ka kërkuar llogari nga fjalën unë. Kemi folur në telefon, edhe kur jemi takuar, kemi folur për mundësinë e përmirësimit të gjërave, patjetër edhe para një jave folëm prap për disa çështje të vogla në pamje, por kuptohet për Imarën dhe për turizmin duhet të reflektojmë. Tani, ndonse ti je në pushtet lokal, ti je politikan qendror, nuk je politikan lokal. Unë kam një pyetje e para, do të thënë 2 pyetje më saktë. E para, shumë mandate ka PS-ja, 4 mandate. Edhe shumë suksese ka PS-ja. Duhet ta pranojmë apo jo? Do të thënë që ke kthyer socialisti herë parës. Unë kur s'kam ikur nga PS-ja. Po kur vajte te LSI ishe LSI-ist. Me shpirt. Në rregull, i majt gjithmonë, socialist gjithmonë. Por duhet pranojmë një diçka. Dhe këtë duhet ta pranojnë gjithë, pavarësisht se kujt krahu politik i përket. Atë që ka bërë Edi Rama për këtë vend, sidomos
në arenën ndërkombëtare nuk kam pasur rastin historikisht në Shqipëri ta ketë bërë ndonjë lider tjetër, jo në këto 35 vite. Këto duhet ta pranojmë apo jo. Kështu që kur më përpara nuk flitej në botë për Shqipërinë aq sa flitet sot pozitivisht, kur më përpara shqiptarët në këtë 35 vite, edhe më përpara kur shkonin jashtë, nuk ndiheshin, se e keni parasysh si ndiheshin shqiptarët. Trëmbeshin të thoshin origjinën e tyre, sot e thon me krenari. Këtë e ka bërë Edi Rama, duhet ta pranojmë apo jo. Por në 4 mandate jepi Cezarit atë që në 4 mandate zoti Tavo, pushteti socialist nuk është më ai as i mandatit parë, as i mandatit dytë dhe ka shumë probleme. Vetëm me 5 muaj gjysmë patjetër ndroi qeverinë. Tani pyetja ime, si një politikan i vjetër, a duhet Edi Rama të bënte merrta të vendim për ballukun në parlament? Është çështje e Partisë Socialiste, grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe nëse doni të më pyesni si politikan, un kam qenë në komisionin e mandateve kur isha, duke qenë se isha deputet i vjetër, jo, si i vjetër, bëja pjesë gjithmonë në komisionin e mandateve dhe atje na vinin shumë disa herë, aq kemi pasur kërkesa për heqje imuniteti dhe kur vinte puna që kërkesa ishte e pa argumentuar dhe pa fakte, realisht kemi reaguar përsëri. Jo, po ç'është ballukun kjo nuk do të thotë që je një forcë politike ose pse në rastin që është kundër drejtësisë, absolutisht. Çështja e cili do ka sulmuar Spakun? Çështja e cili do qoftë. Jo, edhe e ka mbështetur Spakun. Edhe është mbështetur Spakun. Tani jo nuk është çështja se sulmon Spakun, unë nuk e shoh si sulm ndaj drejtësisë dhe ndaj Spakut, por t'ju them të drejtën, nuk mund të arrestohe një politikan, pse sepse sipas një prokurori, nuk e di kush është prokurori i zonjës Ballukës, as jam informuar, s'jam interesuar të informohem, sepse një prokuror ka marrë një telefon, ka gjetur mesazhe, ku diun, po pse me mesazhe do dënohet politikani sot. Padyshim që kur vi puna që drejtësia të vendosi, dhe kur them drejtësia, shkallët e gjyqësorit të vendosin, padyshim që Partia Socialiste, jam i sigurt për këtë, që do reagojnë ndryshe. Tani basti i Edi Ramës është edhe këtë mandatin 4 pandaj e mori që antarësimin BE. Ti beson se ka ca probleme aty, nuk është aq vaj dhe disa nuk janë dhe për fajtë Ramës, do të themi. Por Rama aman ka thënë që është e sigurt. Ky është problemi i Ramës. Mos harrojmë që çelja e negociatave Shqipërisë janë refuzuar 3 herë. Shkonte deri te dera dhe kthej mbrapsht, apo jo? Ju kujtohet. Është shumë drejt. Por Rama 3 herë premtoi apo? Ky është momenti që realisht Shqipërisë i ka ardhur fati te dera. Dhe unë mendoj që është momenti që Shqipëria do ta marrë. Pra do antarësohet. Do antarësohet. E sigurt. Kuptohet janë hapur, sa kapituj janë hapur? 11 kapituj në një periudhë shumë të shkurtër. Nuk është pak. Domethënë shumë, po ta krahasosh me vende të tjera. Ne kemi plotësuar. Po ta krahasosh me vende të tjera. Tani, mos harrojmë që vendimarrja është dhe politike. Është komisioni, është dhe Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Okej, po kur dinim ne, Rama tha nuk është më problem. Po s'është problem sepse komisioni po i pranon të gjitha, hapen kapituj të gjitha. Tani, pastaj, nëse do të ketë një vendimarrje politike të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, kjo është tjetër çështje, nëse do të ketë, nuk e di pse e them këtë gjë, sepse ju kujtohet për shembull çështja e Maqedonisë. Bullgaria ndryshoni kushtetutën, i thot ai. Kjo nuk është çështje teknike e komisionit, sepse komisioni miraton. Pra ti i ke arritur, i ke plotësuar gjitha kushtet si vend, i thot Maqedonisë. Por prit, kemi një vendimarrje politike dhe Bashkimi Evropian kështu funksionon me unanimitet. Një vend të dalë kundër, Greqia do vendosi kushte Shqipërisë? Greqia, unë mendoj që Greqia ka qenë gjithmonë avokati i Shqipërisë për sa i përket procesit të integrimit. Patjetër që ka pasur momente të caktuara për çështje të caktuara që ka reaguar për si thua për të mos dhënë shkak që Greqia të thotë jo, dhe unë mendoj që edhe është reflektuar, pra Greqia është më tepër e interesuar se shumë vende të tjera që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe do ta vazhdoj ta luaj këtë rolin e avokatit të vendit. Nuk ka për të sjell probleme. Kështu e mendoj. Jo Imara, jo grekët, jo. Kështu e mendoj. Për Greqinë është më mirë Himara, Dropulli, Shqipëria, pra të jetë pjesë e Bashkimit Evropian se sa të jetë jashtë Bashkimit Evropian. Cili është mendimi juaj për ata që ngrenë akoma flamurin e Vorë Pirit, zoti?
E di si është puna, ju thash, unë kam qenë historikisht kundër ekstremiteteve, kundër nacionalizmave, nuk kam qenë kur nacionalist. Padyshim që i përkas një etnie të caktuar dhe e mbroj deri në fund, por e mbroj domethënë, jam patriot, në rregull, por nuk jam nacionalist. Nacionalizmi nuk është patriotizëm. Kështu që ata që për arsye të ndryshme, po e them përsëri, për të përfituar qoftë politikisht, qoftë edhe në forma e rrugë tjera, mund ta bëjnë, por mendoj që koha po i lë pas disa le t'i quajmë rudimente këto, domethënë që reminiscencat kaluara. Reminiscenca. Foto tjetër. Tani, unë kam një pyetje se ju keni disa personalitete që keni nxjerr si himar. Zef Skiroj, George Tenet, Petro Marko, Lefter Qipa janë personalitete kombëtare dhe jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Po e nis me George Tenet. Mamaja e tij është nga Himara, dhe babai nga Qeparoi. Kacelano mamaja, po Kacelano, po është e vërtet. Unë kam pasur edhe fatin të kem një lloj komunikimi nëpërmjet një personi dhe kam lexuar edhe librin At the Center of the Storm në qendër të stuhisë. Ajo që më ka bërë përshtypje, fotoja tjetër është një pasazh që ai e shkrua në libër. Fotoja tjetër është një faqe e librit, zoti Tava, ja ju e njihni anglishten. Flet për babain një herë dhe pastaj edhe për maman, por fluturoi ajo që sot është Shqipëria jugore. Dhe nuk thot ku qysh tek, ky është një diskutim tjetër. Dy vëllezërit e saj u vran nga komunistët dhe babai i saj u vra dhe vdiq në një sulm në zemër. Tani, Kacelano, mamaja e tij, do të thënë dy vëllezërit e saj i kanë varret në Himar? Apo se di? Kam përshtypjen se po, nuk jam i sigurt, por kam përshtypjen po. Nuk jam 100% i sigurt, por a ke pasur një... I kam miq, domethënë... Kacelano, dhe? Po patjetër, i kam miq, pavarësisht votës. Do të thënë njerëzit e mamas e nënës George Tenet. Po George Tenet e ke takuar ndonjëherë? Nuk e kam takuar, nuk kam pas rastin ta takoj, por e di shumë mirë që ka qenë shumë interesuar për mbarvajtjen e punëve në vendin tonë. Ka qenë shumë interesuar dhe për origjinën e tij, pra për Himarën dhe për Qeparojin. Ka pas marrëdhënie gjithmonë me qeveritë shqiptare në kohën që ka qenë drejtuesi i CIA-s, ka pritur Fatosnanon në Amerikë, në zyrë, dhe i ka dhënë mbështetje. Se ka prit nanon Tenet? Patjetër. Po ka pritur nanon atje? Patjetër. A ka përmendur faktin që një nëndece... Ka kontribuar nga pozicioni që ishte, po e ritheksoj, për mbarvajtjen e punëve në vendin tonë, dhe edhe më gjërë, edhe për çështje të tjera që janë, domethënë ndoshta që te i kalojmë pak sa kufit e Shqipërisë. Po se ishte rreziku terrorist, ai është më i gjatë në këtë. Ka qenë 11 vjet. Është e vërtetë. Dhe me dy president. Ka qenë shumë po e ritheksoj i interesuar për çështjet e vendit tonë. Dhe ka kontribuar. Po ku, për këtë fjalë? Ka shumë raste. Në feshtatën ka qenë në Himar ai? Ai s'ka qenë... Se ky është ajo përfolja më e madhe. Ai nuk besoj se ka qenë në Himar, por ai ndoshta fizikisht jo, por ka qenë në Himar dhe ka qenë në Shqipëri. Ju jeni duke thënë që kishte ndikim në ngjarjet e në feshtatës? Jo, përkundrazi, pozitivisht flas gjithmonë. Absolutisht jo ndikim negativ. Asnjëherë jo. Asnjëherë. Jo. Vetëm pozitivisht. Ajo që më bën përshtypje, besoj dhe ju, një nëndece britanike mori... Këtë e kam dëgjuar nga... Ja, e ka shkruar vetë ai. Po tani po e lexoj këtu. Dhe mori nënën e tij, dhe e hoqi nga Shqipëria, nga brigjet e Adriatikut thot, dhe gjatë luftës së dytë botërore, dhe pastaj ajo përfundoi në Amerikë. Këtë e kam dëgjuar nga djali Dajos së tij, nga Zaua.
këtë historinë e nëndecës nënës Gjogjit. Zao Kacelano? Zao Kacelano. Do thënë ai të ka treguar që ai ma ka treguar këtë histori, po tani po e lexoj se nuk kam pas rastin ta lexoj librin. Ja, kjo është pjesa. Po e shikoj. Dhe a do bësh një gjë kështu si kryetar bashkie që ta lidhësh kjo historia edhe pa tenet, shef të CIA-s, do të vinë një ndece britanike dhe të marrë një banore të Imarës, në fakt është e jashtëzakonshme, lufta e dytë botërore tani. Dhe për më tepër që vëllezërit e saj, regjimi komunist i ka përshkatuar, është e vërtetë. Tani, a të lindoj kështu që të bësh diçka E kemi menduar jo vetëm për këtë familje, ka shumë familje në Himar. Po them për këtë se kjo është familje veçantë. Gjatë regjimit komunist janë persekutuar. Po jo, po kjo familje. Patjetër. Do bësh diçka? Patjetër. Do të thonë që të nderosh të respektosh. E kemi menduar vërtet të bëjmë diçka. Po ata kokat e qeparojit? Familja e babait? Po i njoh. I njeh, po patjetër, nuk kam pasur lidhje kështu, ke parasysh domethënë. Po si se zë në gojë mos të flas njëherë më zoti tao. Është e vërtetë. Janë shumë të rëndë. Është e vërtetë. Si ka mundësi? Se unë kam takuar, kam folur. Është e vërtetë. I njoh. Po kjo është historia e zakonshme. Është e jashtëzakonshme, po. Domethënë, e dhimbshme, shumë e dhimbshme, e jashtëzakonshme. Edhe një herë ju lutem regjia foton përpara, domethënë, shefi i CIA-s më i gjatë në detyrë 11 vjet. Foton e kopertinës, ju lutem. George Tenet. Po. Ishte nga Imara. Po. Babai nga Qeparoj, mamaja nga Imara. Nga Imara. Domethënë, shefi i CIA-s. Po atje, domethënë me lobin grek asnjëherë nuk jetoi me shqiptarët. Këtë nuk e di, Himariot. Himariot atje me lobin grek, bile ishte shef edhe institutit të lobit grek në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata që kanë pasur mundësinë të atakojnë, do thënë ai asnjë shqiptar, po themi që s'ka pasur funksione, nuk ka pasur një mundësi. Unë nga pas fati vetëm të ai që të lexoj gazetën ku kam bërë disa shkrime që gjithë thoshin që është shqiptar, unë bëra një kundër kështu që Gjogjeni ne dukesh është i Mariot, e pranon, unë jam i Mariot. Dhe shumë i Mariot, ne jemi i Mariot. Nuk thonë shqiptar, a? Jemi i Mariot. Kështu thonë, po patjetër, janë i Mariot, nuk janë. Po mirë, nuk janë shqiptar? Po janë i Mariot. Se kisha dhe një koleg këtu dhe më shmërzit, dhe më shmërzitur ai. Foto tjetër. Tani, këtu, shiko tani çfarë, do thëmë, lexoj këtë, le të ftesë. Thërritet i quajtur Lambro Niko Kacelano, nga Imara, për të prezantuar për gjykim pas këtij gjykate 22 mars 37, ora 9 para drekës si pandeur për shkakun se ka dalë jashtë shtetit pa pasaport. Kam lexuar shumë vendime të gjyqit në vitet 20-30 zoti Tava dhe më kam bërë përshtypje nga Imara kishte dy fenomene të proceseve penale. Një, iknin kalonin kufirin pa pasaport, do të iknin emigrant, dhe dy, të rinjt nuk shkonin ushtar. Kjo ishte gjë më e bukur. Por masë, bile nuk ta vendosa listën aty, se ishte me emër, mbi emrin dhe emrin e babait, emrat e të rinjve nga Imara që nuk shkonin ushtar dhe i kërkonte policia, i kërkonte gendarmeria. Gjithmonë Imariotët janë shquar për, si thua një farë, autonomie në mendjen e tyre, në trurin e tyre. Gjithmonë. Këto mund t'i njohësh Lambro, Niko? Lambro jo. Lambro duhet jetë daja i Tenedit. Daja i Tenedit? Daja i Tenedit është Lambro. Qa thua? Lambro po. Lambro Kacelano po. Daja i Tenedit. Për këtë bërë zbulim ti mëse? Po, ndërsa Nimo se mund të ketë gjallë. Zaua, që është gjallë akoma është 90 e ca vjet. 96, nuk e di sa është 93, 94. Është në Himar, unë e kam ik. Dhe i bie Dajo? Dhe i bie të jetë djali i Dajos. Djali i Dajos të George Tenet. Po. Ua, sa e bukur kjo. Po. Foto tjetër? S'kemi foto tjetër? Okej. Kam një pyetje, se ne jemi në fund tani. Reforma territoriale ka shumë diskutime. Po. Tani çfarë ka për Himarën? Se akoma jemi te drafti them unë. Çka ka? Po. Çka ka për Himarë reforma territoriale? Nuk e kam të qartë reformën territoriale, kam përshtypjen që do të ketë momente që
do hynë në një diskutim publik, besoj po si reform. Pra, kam përshtypjen se do t'i tejkaloj pak sa kufite e parlamentit kjo reform dhe do ketë diskutime publike në lidhje me reformën. Për i marën nuk e kam të qartë. Unë mendoj që dhe këtë sinqerisht po të isha në parlament këtë qëndrim do mbaja, unë këtë qëndrim kam mbajtur edhe kur u bë reforma territoriale 14-ës, pra kam abstenuar në parlament, nuk kam votuar, pro. Që do thot, gjithmonë për i marën. Kë pretendim për i marën? Atëre dëgjoni pak. Qoftë për arsye historike, për gjithë historinë që mbart ajo krahin, por jo vetëm aq, qoftë edhe sot për arsye të mundësisë ekzistencës së kësaj bashkie, pra i ka të gjitha mundësit për të ekzistuar kjo bashki, financiarisht flas gjithmonë. Mos harrojmë sot jemi bashkia e dytë mbas Tiranës për të ardhurat. Ishim diku nga 10 e fundit, sot jemi bashkia e dytë. Pra i ka të gjitha mundësit. Kemi buxhet më të madh se Vlora, se Saranda, pra teorit jo një pjesë do kaloj Sarandës, pjesa tjetër do i kaloj janë gjithmonë fjalë, thashë theme, nuk kam asgjë zyrtare. S'ka. Nuk kam asgjë zyrtare. Jo, se ka, do të thonë kështu që të heqim pjesë apo të ndahet dhe të i marrën ngelet si qytet me një këshill të vetin të zgjedhur dhe një kryetar të qytetit, por që deri tani janë, po ju a them prap, asgjë s'kam zyrtare, është thashë them. Dhe të ndahet midis Vlorës dhe Sarandës. Do të thonë fshatrat e keni fjalë. Fshatrat. Unë po ja them më gjen kategori kundër kjo ide. Biles nëse do të uroj që mos të ndodhi. Nëse do të ndodhi, unë do kem dhe qëndrimin tim publik kundër kësaj ideje. Himara duhet të ekzistoj në hartën e bashkive të Republikës Shqipërisë. Si ç'është apo më në nuk ka rëndësi fare, unë duat Himara të jetë Himar, pik. Jo dua, nuk është çështje dua, por Himara meriton të jetë Himar. Dhe nëse po ja them dhe juve, doni është lajm vërtet, po ja them dhe juve që nëse kjo do të ndodhi, dhe ju e dini që unë në vendimarrjen time kam qenë gjithmonë i pavarur përtej politikës, nëse kjo do të ndodhi dhe Himara nuk do ekzistoj si bashki Himare, atëre unë largohem përfundimisht nga jeta politike, sepse është realisht e pa drejt të ndodhi kjo. Jo, nuk jam Himariotë, më kuptoni, por Himarën e kam njohur gjithmonë nga sa kam lexuar dhe e njoh tani në këtë periudhë që jam në Himar. Pra, Himara meriton të ngelet bashki Himar. Pak rëndësi ka do t'jem unë kandidati. Po kush e ka këtë idenë që të teqë? Janë thashë teme, i kam dëgjuar, po ja them sinqerisht, i kam dëgjuar kafeve. Nuk kam asnjë gjë zyrtare, s'kam dëgjuar asgjë. Po ja them sinqerisht që unë do largohem përfundimisht nga jeta politike nëse Himara tentohet të bëhet një ndarje. Të mos ekzistoj si bashki. Keni drejt për këtë? Bashkia? S'mund të ndodh. Duke qenë se mua më gjen kryetar sot, nuk do thosh atë njëjtë gjë nëse s'do të isha, nëse do isha deputeti Gjirokastrës. Tani, në kushtet normale që jemi, ju sigurisht që jeni kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet e tjera. Zgjedhjet e vitit 2027, se Partia Socialiste i ka varet nga Partia Socialiste, nuk varet nga. Tani ti vetë ke dëshirë. Varet nga PS-ja. Unë nuk e kam marrë vendimin akoma. Por se ka ndonjë kështu që mund të jo, s'më kuptuat. Shpejt akoma për të folur, është një vit para. Jo, nga që Partia Socialiste ka filluar përgatitjet. Po pra, varet nga PS-ja në fund fare çfarë do nxjerrë. Kur do vi Rama në Himar? Dje në Himar ishte këtë fundjavë. Jo, po them që të bëj mbledhje me partinë, jo me Ne me partinë nuk e din nëse do vi Rama, po kanë ardhur strukturat, kanë ardhur drejtuesi politik i qarkut, zoti Çuçi. Janë caktuar deputetët përgjegjës, pra Ministrja e Shtetit për marrëdhënien me Parlamentin, Eriona Ismaili është caktuar për PS-n, që do jetë drejtuese i Himarës. Kjo i përket partisë, jo bashkisë. Kur vendosen kandidatët?
nëse nuk mbyllet reforma territoriale, administrative, nuk ka kuptim të vendosen kandidatët. Pra do mbyllet reforma dhe pastaj është ai procesi i përzgjedhjes që ndodh brenda forcave politike. Dhe këtu pastaj varet, do të jem apo s'do jem është një gjë tjetër, domethënë nuk është. Angel Tao, sa më pëlqen ky karakteri yt që e shfaq kështu dhe ti ndonjëherë mund të dukesh edhe i nxituar, po karakteri s'ka braktisur asnjëherë. Më kujtohet 2011-ën, kemi bërë një intervistë për edhe një bisedë gjatë. Jo më valla, duhet kështu the Ministria e Shëndetësisë. Po kështu duhet, si të themi. Edhe dole publikisht kujtohet, Nuk mund të gënjejmë veten, nuk mund të gënjejmë veten, dhe aq më tepër si të zgjedhur nuk mund të gënjejmë elektoratin që na ka votuar. Dhe më pëlqeve sot me këtë deklaratë që bëra, unë të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga unë Lançafoku, mirupafsh. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.